Jemi rëthyër, jemi në studio. Erdëm. Çfarë performance e pastruan pak shumë, gulluam. Aj sa mundu. Tani nga Tobi, Po. ne do shkojmë në dët. Në thellësi madje. Po. Dhe tek ato që kanë dalë që ku nga thellësia dhe janë shfaqur. Edhe mbi të gjitha kemi diskutuar dhe një lajm këtu që bëi fjalë për një peshk që kishte ardhur nga Oqeani Indian që mund të ishte helmues e tjerë. Po pra, si ka shumë gjëra. Që gjende këtej nga Adriatiku. Lagocephorus sceleratus. Çfarë thot ti më? Luciano do të ishte krenar për ty. Shumë krenar. Mirëmëngjes Mimi. Mirëmëngjes, të përshëndesje. Po e shikon na është bërë peshkatar dhe tjetrin pa mend emrat e peshqve. E dëgjove besoj. Na dëgjon? Kam pak audion e dobët, po. Okej, regjia. E rregullojmë një herë. Me që po flisnin për peshqit e çuditshëm, për gjallësat të çuditshme, para disa kohësh në emision po flisnin për një gjallësë të çuditshme që është parë në, nuk e di, në detin Adriatik, po. Edhe çuditërisht reje mbante mend të emrin e tij shkencor, domethënë, të këtij lloj peshku, të kësaj lloj gjallëse. Po jo për gjë, po edhe dolën shumë fjalë që ka migruar nga Oqeani Indian, ka ardhur këtu, është shumë i rrezikshëm, është toksik, nuk duhet prekur, nuk duhet ngrënë basen qofse është pjesë e rrjetës së madhe që ka kapur edhe peshq të tjerë. Besoj ka ardhur kujdo. Si, edhe njerëz. Atë peshkun. Po. Ai din ku famshëm që besoj ka ardhur kujdo me atë peshkun që është helmus, nuk duhet konsumuar. Kjo pra është. Këto historitë. Po, i beson ti këto? Tani, ajo ka një farë të vërtete, po jo aq dramatike sa bëhet, domethënë për këto ligje të ndryshme për klikim. Po. Është thjesht një peshk që po ta konsumosh, domethënë pjesët e tij, janë helmuese, por jo në një gjë për të bërë merak apo për të merakosur, për të krijuar panik tek njerëzit, sepse fatmirësisht nuk është se ai peshk gjendet në urat e Adriatikut, ende do. E qarë, ndërkohë të ka bërë përshtypje të këtyre gjallësave që kanë dalë në sipërfaqe të detrave tona në Shqipëri. Meqense lajmet ishin ato, mos gaboj ke nxjerrë dhe ti një video që ishte një gjallëse e çuditshme, një peshk i çuditshëm. Ajo është më se natyrshme për detet tona, sepse me ngrohjen globale, sigurisht që dhe ujërat e Adriatikut dhe Jonit janë ngrohur mjaftueshëm, dhe kjo bën të mundur që peshqit të migrojnë dhe gjallësat të ndryshme ujore, të migrojnë nga një zonë në një zonë tjetër, dhe prania e peshqve tropikal në ujërat tona është bërë më se evidente vitet e fundit. Është thjesht çështje migrimi? Janë shumë specie invazive, të cilat kanë ardhur në ujërat tona dhe po gjejnë akoma çdo ditë më tepër, po gjejnë habitatin e tyre të përshtatshëm për të shumuar. Mimi, është thjesht çështje migrimi të këtyre gjallësave apo janë dhe mutacione krijime të reja? Se ka her pas here lajme që del një gjallësë e re. Thjesht çështje migrimi. Do të marr një shembull modest. Gaforja blu, e cila është bërë virale kohët e fundit në ujërat e deteve të Italisë, tek ne ka ardhur vite më përpara, nuk mos gaboj 10 vitet e fundit. Dhe ajo vjen në mënyra të ndryshme me rrymat ujore ose duke u marrë duke u transportuar nga anijet e ndryshme të cilat vizitojnë oqeanet dhe deterat, dhe nëpërmjet ujërave që ato marrin tek ballastrat, kur shkarkojnë këtej në ujërat e tonë, ato përhapen edhe gjejnë kushtet ideale disa dhe arrin të shumohen. Dhe duke qenë se gaforja blu, mi që morëm shembull, erdhi në ujërat tonë, ajo suri habitatet të gjitha lagunat tona, duke sulmuar dhe kërcënuar edhe gaforret që aktualisht jetonin prej mira vitesh tek ne. Gjë që solli një reduktim të numrit të popullatës së gaforreve autoktone dhe një mbipopullim të gaforreve tropikale. E qartë, ndërkohë nëse bien në rrjetën e peshkatarëve, duhet të mbahen si peshq apo duhet të lëshohen sërish për të qenë pjesë e ekosistemit? Here varet nga lloji, unë sugjeroj që ato mos të lëshohen, por të kapen dhe të bëhet e mundur që të kapen sa më shumë specie të tilla invazive, sepse kanë impakt direkt tek ekosistemi jonë. Sepse janë gjallësa të cilat nuk kanë një armik kryesor të tyre që
mund t'i kapi dhe mund të ushqehet me to, dhe kjo bën të mundur që ato të shumohen në mënyrë të pakontrolluar. Dhe përveç kësaj, duke qenë se janë gjallësa tropikale, ato nuk e kanë procesin e shumimit siç e kanë gjallësat e tona autoktone, të cilat shumohen një herë në vit. Ato shumohen 2 herë në vit, gjallësa tropikale, dhe kjo e bën të mundur që numri i tyre të rritet eksponencialisht shumë më shpejt se sa numri i gjallësave tona. Mimi, të ka ndodhur ty gjatë daljeve të tua në det që të kesh parë ndoshta ndonjë gjallësë, ndonjë lloj peshku të ri që të ka bërë përshtypje, që s'e kishe parë më herët? Patjetër, janë shumë peshq të cilët vinë nga ujërat tropikale. Duke qenë se gaforën e përmendëm shumë, janë dhe disa peshq të tjerë të cilat quhen peshq papagall, të cilët janë më shumë prezent tek ujërat e tona gjatë viteve të fundit, kryesisht në detin jon, pasi temperaturat e detit jon janë më të larta se sa detit Adriatik, por kohët e fundit, vitet e fundit, unë kam arritur t'i shikoj edhe në ujërat e detit Adriatik dhe në Durrës, gjë që më ka habitur për mënyrën se sa shpejt përhapen këto lloj peshqish. Përveç kësaj, një rrezik që do të shtoja unë është edhe prania e lionfishit ose peshkut luant, i cili është ai peshku i bukur me gjëmba shumë, i cili ka hyrë fuqishëm, do të thoja, në ujërat e detit jon vitin e fundit kryesisht. Dhe ai është shumë i rrezikshëm dhe në Amerikë dhe në vende të tjera janë duke u bërë fushata ndërmjet zhytësve për të kapur sa më shumë peshq të tillë, pasi nuk kanë grabitqar në habitatet tona dhe ato shumohen në mënyrë të frikshme, pasi ushqehen me çdo lloj peshqish, domethënë dhe krystacesh të vogla në ujërat e tona dhe nuk kanë një armik që të ushqehet me to. Pra, numri i tyre rritet në mënyrë të frikshme, ndërsa numri i specieve tona zvogëlohet në mënyrë të frikshme. E qartë. Mimi, ke filluar zhytjet? Patjetër, nuk janë dalur asnjëherë gjatë gjithë vitit. Do thyesh në një rekord këtë herë të vetes tënde? Shpresojmë këtë vit që të thyem një rekord. Synimi është, domethënë, që të vazhdoj zhytjet konstante periudhën e verës tek 30 metrat, kuptohet gjithmonë apnea. Por kjo kërkon shumë përgatitje fizike, të cilën do ta arrijmë me kalimin e kohës. Vazhdon sërish me grupin tënd të miqve që i bën zhytjet apo je vetëm, je solist? Jo, vazhdojmë me grupin, me miqve dhe shokëve, gjithashtu kur ato nuk kanë mundësi normalisht daljet vetëm, po daljet vetëm janë gjithmonë të kufizuara në ujëra të cekta, maksimumi deri në 15 metra, pasi siguria është primare. Gjatë periudhës dimrit ke pasur ndonjë problem mbase me kohën, me kushtet atmosferike? Të ke shikur një ditë dhe mbase të jenë përkeqësuar kushtet? Zakonisht këto përpiqet që t'i evitojmë duke qenë se na jepet mundësia të shikojmë kohën përpara, por ka ndodhur që të qenë kohë e mirë dhe papritur fillon era, një stuhi domethënë lokale dhe normalisht ti gjen veten para një deti të trazuar dhe gjithashtu kthimi bëhet i komplikuar dhe i vështirë. Ndërkohë deri tani ndonjë peshq gjigant nga ana jote, sepse herën e fundit kishe kështu çuditëra të mëdha. Cili është rekordi që ke? Duke qenë se koha këtë vit nuk na ka favorizuar shumë për gjueti të frikshme në dimër, kapjet nuk kanë qenë nga ato wow, po të themi, po brenda standardeve. Domethënë për dikë tjetër mund të jenë shumë të mëdha. Çfarë ke ti standard se varet, pra, pikërisht. Nuk kanë qenë nga ato gjërat ekstra largë të tipit 20, 30, 40 kg, kjo ishte ideja. Okej. Më pak se 20. Që dhe për ne është çudi, edhe për ne 5 kg është si çudi. 5, 10, 3. Po. Por pritet që nga ty të ketë gjëra të reja dhe ne do të kemi në emision me patjetër, po të duan fizikisht. Po. Peshk e dim që nuk do na sjellësh dot, po. Edhe kemi ja 3 vite që i themi do vim me ty një ditë, do vim me ty, po, zvajtëm po. Do vi ai me ne më duket. Disikën koha. Po. Tani do më thëni kemi dhe kushtet më të mira, pasi normalisht kemi updateuar ato pajisjet edhe ka marrë dhe një skap akoma më të madh pikërisht për këtë punë që të kemi mundësi që të
që të kemi mundësi që të marrim edhe miqt me vete gjatë kohës që bëjmë gjuhë tjetër. A e ka marrë për neve? Po prisim edhe ne. bravo. Gatuhet ai skafe? Urdhra? A gatuhet? A gatuhet, po. Zgar. Po, nuk është e boja të gatuajmë, i bëjmë krudo aty. Nuk kam fjalë do me thënë tani, po që na Kemi jote. totalisht të thjeshtë. Po se flasim pastaj po të flasim për çështje krudosh edhe ushqimesh, dalim te ato diskutimet që te ty ishin shumë të ndjeshme si Jo parazit, jo salmonel. jo salmonella, jo po krudo. Eksperienca na ka treguar që dim t'i dallojmë se cilët janë peshqit që mund të kenë parazit të dëmshëm për ne dhe fakti që ne ndryshe nga vendet e tjera që i konsumojnë krudo, pra misht e gjallë, ne i bëjmë të marinuara, pra dhe lëngu limonit ndikon në pjekje në ushqimit, kështu që rreziqet minimizohen. E përcëllon. Pastaj një peshk i kapur në ujëra të pastra, rreziku për parazit është jashtëmarrëse i vogël. E qartë, edhe një pyetje të fundit. A është e vërtetë që ka peshkaqen këtë vërdall apo? Ja vetëm njerëz. Peshkaqen ka kudo, po unë dëshiroj t'i quaj si shokët tanë ato, pasi peshkaqenët janë si puna e bletëve për sa i përket detit, se është maja e zinxhirit ushqimor dhe peshkaqenët ndikojnë në mbarvajtjen dhe sigurinë e detit, se janë kafshë të cilat ushqehen me peshqit të cilët janë të sëmur, të cilët janë të vrarë, të plagosur, që nuk kanë mundësi të ikin dhe dashur pa dashur ato ndikojnë në ruajtjen e shëndetit të zinxhirit ushqimor të detit. Pra nuk shfaqin një lloj rreziku le të themi, nuk jemi në fazë rreziku pra. Nuk kemi në fazë rreziku sepse speciet që ndodhen tek ne janë specie jo të dëmshme dhe jo të rrezikshme. Nuk na afrohen në cekësi. Mbarvajtjen e zinxhirit Se ushqimor. gjithë njerëzit këtë kanë problem, që mos na afrohen në cekësi. Jo. Unë me shaka madje do t'i quaj peshkaqenët janë si puna tatimeve, thjesht afrohen, marrin peshkun që duan dhe ikin largohen. Bravo. Super krahasim. Kjo ishte e pertë. Gjetje, dhe herë tjetër të presim në studio. Do dëshiroja të bëja një apel me që ndodhe me ju, që njerëzit të mos friksohen me këto përralla që deti është i rrezikshëm, ka specie të rrezikshme. Deti është i të gjithëve dhe kryesisht i gjallësave ujore dhe ne sezonin e verës duhet përpiqemi ta respektojmë sa më shumë dhe jo ta dëmtojmë atë. Rreziqe nga deti nuk ka nëse ne jemi rigoroz dhe kemi informacionin minimal për të. Okej, super. Mimi, faleminderit shumë. Faleminderit, Mimi. Faleminderit shumë, përshëndesim. Faleminderit dhe ju dhe shpresoj që në daljen e radhës të jemi aty dhe të diskutojmë madje edhe për gjërat që kemi bërë bashkë në skafë, Aty po. se kemi edhe verën përpara. Po, gjithsesi do të çojmë përfaqësuesin tonë dhe nëse si. Po, bravo. Të përshëndesim, faleminderit Mimi. Përshëndesim, Mimi. Përshëndes. Faleminderit. Mirëpafshim gjithë mirë. Pra ti del vullnetar Rej Bezhani që të shkosh ti si përfaqësues. Shumë njerë dhe pastaj të vish na tregosh eksperiencën tënde. Bësh skafis një herë në jetë. Pse jo? Provon robi si eksperiencë. Njerë në jetë duhet. Pastaj burrës bari 2 orë, edhe atë telefonin Nokia dhe Romina, po pse më hap fjalën? Pse më hap zërin mua? Të shkoj një herë të shikoj për peshë, për kështu gjëra. Po më lini më. Po s'jam për këto gjëra unë. As për krudo. Te krudot po. Pra se na. Te krudot po. Nejse gjithsesi. Ta mbyllim të ditës sot me se kemi pasur pafund histori shumë të bukura, informacione gjithashtu, që kështu tani do të ikim në pak reklama. Hapësirë e kuzhinës dhe do shihemi sërish nesër. Pafshim. Pafshim. bye.